Tony Blair nuk do të marrë një rol kyç në Këshillin e Paqes për Gazën që po organizon presidenti amerikan Donald Trump. Shtetet arabe dhe myslimane thuhet se kanë kundërshtuar përfshirjen e tij. Blair ishte parë si kandidati kryesor në bord, pasi kishte punuar për planin e Trumpit për lindjen e mesme. Ai kishte bashkëpunuar në institutin e tij, TBI, së bashku me dhëndrin e Trump Jared Kushner. Mbështetësit e tij theksonin rolin në paqen në Irlandën e Veriut, ndërsa kritikët përmendnin mungesën e rezultateve në lindjen e mesme. Në botën arabe, Blair shihet me skepticizëm për rolin e tij në pushtimin e Irakut më 2003. Propozimi i Trumpit për Gazën, ku kontriboi edhe TBI, nuk parashikonte një afat të qartë për shtetin palestinez. Ai sugjeronte administrim të Gazës nga bregu perëndimor, gjë që çoi në shqetësime për unitetin e Palestinës. Trump pranoi se Blair mbetet figurë kontroverse, por e konsideroi atë si njëri shumë të mirë. Pavarësisht një takimi të paralajmëruar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, Blair nuk do të jetë në bord, shkruajnë mediat e huaja. Mospërfshirja e tij shënon një tjetër hap kaotik në planet e Trump për Gazën, ndërsa sulmet izraelite ndaj enklavës vazhdojnë.